Thot kupton, ky po kuptoj edhe ekspertiza ka tjetër natyrë. Mungesa për kthyesit nga gjuha suedeze ka bërë që seanca fillestare në gjykimin për vrasje dhe plagosje sërish të shtyhet. Edhe pse gjykata gjatë seancës së sotme kishte angazhuar për kthyes të gjuhës angleze, i akuzuari Hamza Abazaj tha se nuk e kupton këtë gjuhë. 5 ditë më parë, seanca fillestare ishte ndërprerë, sepse i akuzuari Abazaj u ankua se nuk e kuptonte gjuhën shqipe, me që është rritur në Suedi. Prandaj kërkoi përkthyes të gjuhës suedeze ose asaj angleze. Të njëjtën ai tha se nuk e kuptonte as anglishtën. Hamza Abazaj akuzohet për një vrasje të kryer në Pej në shkurt të këtij viti. Aktakuza ndaj tij dhe Yusuf Abazajt është ngritur këtë muaj. Sipas prokurorisë, i pandehuri akuzohet për veprën penale të vrasjes së rëndë dhe armbajtjes pa leje, përderisa i pandehuri tjetër akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes së rëndë dhe pjesëmarrja në rrahje. Gjyqtari Sali Berisha tha se kanë kërkuar përkthyes nga ambasada suedeze në Kosovë. Mirë po tha se kanë marrë përgjigje se nuk mund të sigurohet një përkthyes prej tyre. Kemi rënë në përpjekje, kemi bërë përpjekje që të aftojmë një përkthyes në suedeze, i kujtur vëndim që jesej nga Peja. Mirë po i njëjtë gjindet në përpjekje në Shqipëris dhe nuk ka mujtë me qenë prezent. Ndërkohë, një përkthyes i licencuar nga gjuha suedeze i kontraktuar nga gjykata nuk erdhi për shkak se gjendej jashtë vendit. Muharrem Hoti, avokati i të akuzuarit, tha se klienti i tij e njeh gjuhën angleze, por nuk mund t'i kuptoj termat juridike. Unë personalisht kuptoj një anglisht parë, por nuk e di edhe sa ka aftësi për ta njohur atë gjuhë në aspektin lingvistik dhe gjustësor, në aspektin që përdor gjykata. Prokurorja Zahide Gashi kundërshtoi shtyrjen e gjykimit pasi akuzuari seancën e kaluar kishte deklaruar se njeh gjuhën angleze. Dihet botërisht që në Suedi gjitha këto shtete krahas gjuhës suedeze mësohet anglisht. Kështu që kjo po shoqi shtytse që është vetëm përpjekje për prolongim të shtyrjes të kësaj seance. Duke shtyrë seancën, gjyqtari Berisha vendosi që seanca ardhshme të mbahet me 26 shtator. Ai tha se gjykata do të kujdeset të angazhohet një përkthyes i gjuhës suedeze. Avokati të akuzuarit tjetër, Yusuf Abazajt, Gëzim Kolçaku, tha se klienti i tij kundërligjshëm po mbahet në paraburgim. Sipas tij, prokuroria ka ngritur akt akuzën ndaj klientit të tij pa bërë asnjë hetim dhe duke mos respektuar dispozitat ligjore. Keni kujdes që njeri që një muje diçka është ky mbajt në mënyrë të kundërligjshme në paraburgim. Për shkak se ti ju ka caktuar paraburgimin për vrasjen tentativ. Për vrasjen tentativ prokuroria ka heq dorë. Ta shprihet për vepër penale. Nëse duhet për vepër tjetër penale ose me kohetime.